këtë bisedë në rrjetet e mia sociale. Së pari, një përshëndetje të përzemërt të gjithë qytetarëve shqiptar në protest kundër narkokraturës kleptokratike të Edi Ramës. Dje Europa dhe bota ndigjoj më fuqishëm se kur zërin e shqiptarëve, jo vetëm në Tiranë dhe në qytetet tjera të vendit, por dhe në metropolet kryesore të Europës, dhe sot në Shtetet Bashkuara shqiptarët protestojnë pranë përfaqësive të narkokratit Edi Rama. Unë gjithashtu duhet dënoj me forcën më të madhe krahasimin që Edi Rama u bëri protestuesve me falangat e Hitlerit. Ky është një akt jashtëzakonisht i rëndë. Dje në përçartjet e tij, ai urrek të krahasoj të pavdekshmin luftëtarin e lirisë Mithat Frashëri me Adolf Hitlerin, barbarin e kohrave. Për fajin e vetëm se ata përdorin, protestuesit, përdorin një slogan të mirënjohur të Mithat Frashërit, kreu të ballit kombëtar, projektit cilit për Shqipërinë ishte projekti më madhështor i kohës. Të krahasosh sloganin e Mithat Frashërit Shqipëria shqiptarëve me sloganin e Adolf Hitlerit se ky vend është vetëm i juaj, me të cilin ai organizoi holokaustin, krimin e njerëzimit më të shëmtuar të kohrave, do të thotë ti je i çmendur, do të thotë ke humbur çdo sens nga realiteti yt. Edi Rama është tashmë i damkosur si kur më parë, para shqiptarëve dhe botës. Deklaron në mediat më të mëdha të botës me pak turpsinë më të madhe se jemi në një luftë hibride, duke aluduar kështu se Greqia apo ndonjë vend tjetër po bën gjithçka për të bllokuar investimet të turizmit, një idiotësi e pashoqe. Greqia, e cila ka mbi 3000 kilometra brigje dhe ka nga brigjet dhe ujërat, brigjet më të bukura dhe ujërat më të përshtatshme, pas ka problem të madh se në Shqipëri u investoi kanë 2 apo 3 miliardë euro. Është pikërisht psikologjia e trashëguar e atit të tij shpirtëror, Enver Hoxhës, për armikun e brendshëm dhe të jashtëm, e atit të tij biologjik, që firmoste varjen në litar të Havzinelës si kundërshtar politik, ajo që e shtyn Ramaduron, të vendos epitete nga më të ndryshme dhe mediat e tij, duhet deklaroj këtu se këto ditë nxorën në pa një kurth të madh që Edi Rama kishte organizuar për investitorët strategjik, të quajtur për investitorë, dhe konkretisht
e them me bindje plot, për vajzën në dhënën e presidentit të Shteteve të Bashkuara, me lejoni dashur qytetar ta zbërthej pak këtë moment. Së pari, çfarë del këto ditë? Del se aty ka probleme madhore pronësie. Fermeri dje në Zvërnec ja plasin ftyrë. I tha, pyete pak Ardit Bidon se kujt është toka. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot se në dokumentat arkivore ai zotëri kishte gjetur tokën e vëvallarëve të tij që po e rremben Edi Rama. Dhe pastaj i kthehej i thoshte, mos me fol për gjykatën se me prishe me Europën. Po kur shave gjykatën me regjistër dhe prokurin për Lubi Ballukun, për lindat e tu, për Ergys Agasin, nuk u prishe me Europën, kurse për pronën e atjetër që po ja grabit, u prishke me Europën. Demagog i pa cip. Çfarë zbuloi dje takimi në Zvërnec? Të dashur miq, zbuloi se Zvërneci po hetohej për një viti. Nga kush po hetohej? Nga ai organ i cili ka 2 vepra penale në hetim: korrupsion e lartë dhe krimin e organizuar. Pra, në një dosje ku prokuria shqiptare kishte nisur hetimet për krim të organizuar ose korrupsion në nivelet më të larta, ky zotëria e tij ipte lejen e zhvillimit për kompaninë, duke shpresuar se autoriteti i zotit Kushner dhe vajzës do të mjaftonin për të mbyllur çdo dosje. A nuk është ky një kurth i shëmtuar, i një të paburri, që bën çdo lloj akti për të përlyer cilin do për përfitime të veta? Si mundet ti t'japish leje zhvillimi në një zonë e cila e din mirë se po hetoj nga prokuria speciale për krim të organizuar, për vepra penale të krimit të organizuar dhe të korrupsionit? Çfarë doje të bëhet ti me këtë? Pra, a nuk është ky një kurth i yti për qëllimet tua? Çfarë del tjetër tani? Sepse e kam thënë që në fillim, në këtë aferë, ajo që të bën që në fillim një përshtypje tepër dërmuese, është mungesa totale e transparencës. Zero transparencë. Çfarë pam ne? Ne pam telat me gjëmba, pam një njeri që zvarritej, pam protestuesit dhe qeveria që fajsonte kompaninë se nuk e zgjidh problemet me pronarët. Pa çka se i kishte dhënë titullin e investitorit strategjik, pa çka se i kishte dhënë lejen e zhvillimit. Pyesni pak, çfarë qeveri është kjo? Por të vim tani tek çfarë kanë nxjerrë të dhënat tjera tepër tronditëse. Zotëria e tij deklaron apo rrjedh në media se do ndërtohen 10.000 dhoma. 10.000 dhoma, të dashur miq, nuk janë, duke filluar nga Karaburuni gjerë në Ksamil. Imagjinoni ju se çfarë batërdie, sepse nuk janë vetëm 10.000 dhoma. Janë edhe 10.000 garazhe, 10.000 anekse, 10.000 tilla, tatilla, çdo gjë. Aty pra, ky që
ky i cili e mori Ksamilin, e mori Zvërnecin, zonë të mbrojtur, e hoqi nga zona e mbrojtur, e heqti po se heq Europa, sepse habitatet e mbrojtura nuk janë vetëm për vendin përkatës, po janë për gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe për vendet të cilat ndjekin procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Pra, e nxori nga, tani do të më falin të dashur qytetar, do të shpjegoj një moment të qeverisë sonë në pashme me Vjosën. Po ndërtonim rrugën Levan Vlorë, të financuar nga 2 bankat e mëdha europiane, për çka u jam shumë mirënjohëse. Banka Europiane për zhvillim, për investime dhe Banka Europiane për zhvillim dhe rinërtim. Në një moment të caktuar, grupet e mbrojtjes së mjedisit, të cilat unë i falenderoj dhe sot, ngritën me të drejtë çështjen se autostrada shqetësonte habitatet, se kalonte në afërsi. Bankat reaguan me njëherë dhe i kërkuan qeverisë sonë të ndryshoj projektin, ta largoj nga habitati. Ndryshimi i projektit, që ta dinë qytetarët, na kushtoi ne 18 milion euro, por ne ndryshuam projektin, sepse rruga është rrugë, ato janë habitatet përjetshme, janë mijëra vjeçare, dhe ato nuk preken. Prandaj dhe ky ishte së dyti, qëndrimi ynë ndaj habitateve. Në vitin 2012 po afroi afati që s'ka donte koncesioni i Rinasit dhe ne na lejoi pastaj të ndërtonim aeroporte në vend. Dhe aeroporti i parë që kishim planifikuar ishte aeroporti i Vlorës. Dërguam grupin e specialistëve. Specialistët tanë u kthyen dhe na thanë se aty ku ka qenë aeroporti nuk mund të ndërtohet për shkak të habitateve, të larguar tjerë. Dhe ata njerëz me specialistë të përgjegjshëm, një grup i përbërë nga specialistë të fushave të ndryshme, sollën propozimin që aeroporti të ndërtohej tek kthesa e Levanit. Gjetën dhe tokën të papërdorur dhe që nuk kishte prodhime. Dhe ishte vendi më i përshtatshëm sipas tyre, dhe ishim plotësisht dakord, për shkak se ky aeroport i shërbente edhe Beratit, i shërbente edhe Gjirokastrës, i shërbente jugut të tërësipra. Të njëjtën gjë kanë bërë këta në vitin 2017. Kanë dërguar grupin. Dhe ne sigurisht e spostuam aeroportin. Ne vendosëm ta ndërtojmë aeroportin te kthesa e Levanit. Këta dërguan grupin, Lubi Balluku, dhe grupi që dërguan këta, ekspert data, u kthyen me të njëjtin konkluzion, përveç 3 servilave që mbajtën anën e qeverisë. Të gjithë të tjerët i thanë jo, aeroporti nuk ndërtohet aty, është zonë të mbrojtur, shkatron habitatin e këtyre flamengove dhe nuk mund të ndërtohet. I nxorën për leskash me jashtë dhe Edi Rama në mënyrë brutale vendosi ndërtimin e aeroportit ku i ka dhënë një goditje fatale habitatit të shpendëve, të cilët në zhurmë dhe uturimat e avionëve nuk mund të qëndrojnë më në atë lagunë. Ky është qëndrimi, por prapë vazhdojmë pak me tutje në këtë mes. Nëse e vutre ju, presidenti Costa, presidenti i Këshillit Evropian, në vizitën e tij, në mënyrë direkte të hapur, u ndalte Zvërneci, në të cilën i kujtoi Edi Ramës se duhet respektosh direktivën e Komisionit Evropian. Direktiva e Komisionit Evropian për peizazhin natyror është e tillë. Mund të ndërtosh, mund mos ndërtosh e para,
E dyta, mund të ndërtosh duke patur parasysh 4 kushte. 4 kushte. Edi Rama nuk ka plotësuar asnjë kusht.